Transaksionet e para në sistemin evropian të pagesave do të nisin në tetor të këtij viti. Anëtarësimi i Shqipërisë në SEPA do t'i ofrojë qytetarëve dhe bizneseve mundësinë e kryerjes së transaksioneve me komisione disa herë më të ulta nga ato që realizojnë aktualisht. Guvernatori Gen Seiko theksoi se tashmë bankat po përgatiten për të bërë pjesë e këtij sistemi që do t'i sjellë shumë përfitime ekonomisë shqiptare. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milionë euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Institucionet shqiptare pritet të nisin aplikimin pranë Komisionit Evropian të Pagesave duke nisur nga muaji prilli 2025-s. Bankat vendase janë angazhuar maksimalisht për plotësimin e kritereve teknike dhe ligjore, ku duhet të them se disa prej tyre kërkojnë investime të konsiderueshme financiare. Megjithatë, ne mbetemi besim plot se qytetarët dhe bizneset shqiptare do të mund të kryejnë transaksione SEPA duke nisur nga muaji tetor i këtij viti. Pagesat elektronike kanë njohur një arritje të fortë gjatë vitit të fundit duke arritur në 23 përfrym nga vetëm 2 që ishin një dekadë më parë. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, këto janë tregues për uljen e keshit dhe të informalitetit në ekonomi. Përdorimi i instrumentave elektronike të pagesave vijon të rritet me ritme 2 shifrore, duke ndihmuar në reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi dhe rritjen e formalizimit të ekonomisë. Numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, krahasuar me vetëm 2 pagesa që ishin në vitin 2015. Gjithashtu, përfshirja financiare e matur si përqindje e popullsisë që zotron të paktën një llogari financiare ka arritur në nivelin e 78%, krahasuar me nivelin 40% që ishte në vitin 2015. Nga të dhënat zyrtare rezulton se sistemi AIPS Euro ka mundësuar shmangjen e radhëve të gjata nëpër sportelet e bankave për kryerjen e pagesave në euro, si dhe uljen e komisioneve të larta të aplikuara nga transferimi. Vetëm nga operimi i këtij sistemi, kursimet për llogariten në rreth 100 milionë euro.